لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد في دنيانا وأخرانا لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم استر عيوبنا واستر نساءنا واستر أعراضنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد كما باركت على أزواجه وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله تبارك وتعالى يقول: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. صدق الله العظيم. Nderuar xhamat, na po I përjetojmë ditët e tona me fjalët e Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuh, edhe me spjegimet e fjalëve të shenjta të Allahut nëpërmjet hadisit Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, duke e lutë Allahun Jalla Jalaluhu që çdo fjalë folën të kalon në vepër, duke e lutë Allahun Jalla Jalaluhu që çdo vepër e bërë të shkruhet, të regjistrohet, edhe të ruhet, të rritet, edhe të jepet robit Allahu Jalla Jalaluhu nesër, e të shef aja asaj hajrin. Para gjitha asaj që kemi para pa për të thonë, e lusim Allahun që namazin e gjumaz prej neve edhe gjithë muslimanve kabul të ban. Ne lusim Allahun Jalla Jalaluhu që veç namazit gjumaz brenda javës, se I cili zikr, se I cili salavat, se I cila lutje që e ka bo muslimoni, Allahu Jalla Jalaluhu lutjen e besimtarve në prani të merë. Para se gjithësh në këtë dërë sot e lusim Allahun, masi se dërë si jona është I lidhën me lutjet, për se I cili njeri I cili është I smut të shëron Allahu Jalla Jalaluhu, se I cili njeri I cili ka borgj të ndihmon Allahu për larjen e borgjit, se I cili njeri I cili është I burgosën të ndihmon Allahu për I burgut me dalë, se I cili njeri I cili është I varfër të ndihmon Allahu për I varfërijës me dalë, se I cili njeri I cili ka dert edhe gajle e mundojnë dhe një dert I padukshëm për ne, e lusim Allahun që për hir të kësaj ditët gjumas dhe për hir të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam t'ja largon ati çdo dert e çdo gajle që ka. I nderuar xhamat, ne do t'i kthehemi temës tonë për të cilën kem të kapën para sot një javës, kur kalum pak në ndrimin e kiblës edhe shenjtërien e asaj nate që I kaloj. Allahu Jalla Jalaluhu për muslimanët I bani çdo natë të madhe, për muslimanët e bani çdo natë, masi se çdo natë ka namaz, edhe çdo natë ka ibadet, çdo natë ka lutje, për muslimanët janë këtë natat e mëdha. Në këta po e tham një fjalë të cilën u pyet njëri prej dietarëve. Nëse nuk gabojmë ishte Ibn Abbas, I thani Ibn Abbas, të më falni, Ahmed Ibn Hanbeli, për disa pyetje I pyetën, edhe ai thonte se nuk e di, e më në fund I than ato natë pyetën për një punë jo shumë të madhe, si bëhet ti mos me dit, ai tha wa hal fil islami sagair, tha pse në Islam ka punë të vogla? Tha në fen ton s'ka punë të vogla. Ja për shembull, e vogël është thojt mi prej, po sa është e vogël? Me hek virusin prej vetë, ja është e vogël? Me u boj pastër, a është e vogël? Me dal prej lomit edhe prej pa pastërtijës, a është e vogël? E s'ka ma të vogla mo, kjo qenë ka e modhe. Po qerat, thaj, në Islam pas ka të vogla.
S'ka në islam të vogla. Pra në islam kejt notat janë të mloja, pasi që në atë not thirë e zani akshomit, pasi që në atë not thirë e zani jacijës, pasi që aje not përfshin e zani në sabajt, pasi që aje not përfshin kiamul lejl, pasi që aje not përfshin istikfarin sabah, mëngjes e mramje e sabah e aksham, s'ka në atë të vogla. Gjitha notat për muslimoni janë të mloja. Ai nëse don me fitu, janë të mloja. Nëse ai don me i konsideru, nëse don ai me shfrytzu rastin. E pastaj mos harrojnë nderuar musliman se natën e ditën e rrethon një gjë ka emrin kohë, ajo është shejt në islam. Çdo gjë që është shejt është e madhe, pra prap në islam s'pas ka të vogla. Ne jemi në temën tonë, tham të kapën për te, qish javën e para kaluar edhe para disa javë me radhë, në lidhje me lutjet edhe dëshirën e muslimonit me ju kthi Allahu xhelle xhelaluhu edhe me ju pranu ati lutjet që ka bë, për gabimet që ka bë. Kjo është temë prej temave më të shenjta, për shkak se ne konsiderojmë ashtu në islam sipas rregullorëve tona, për shkak se ajo është, kjo temë është teli për të cilën kapët e robi edhe vën kontaktin me krijuesin e atij në mënyrë më të drejtë për drejti. Thot robi Allahut, o Zot falma, edhe pranon ai gabimin në atë kohë. Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu i ka premtuar atij në ajetet e Kuranit Kerimit e hadisit se lutjen tonë do ta pranoj. Në hadisin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Walau ba'da hin, la ansurannaki walau ba'da hin." O lutja e robit tem, sidomos kur je i bëm zullum, ka thonë kam me të ndihmu, edhe nëse pak më vonë. Ka me të ndihmu, ka me e pranu, edhe nëse shkon pak larg, edhe nëse pak vonë, ama ka me e pranu. Besimtarin nderuar, ne jemi para një temës, thash unë ku na e prekmi me këtë rast telin më të holl, telin më përquës, i cili na lidh me krijuesin ton. Për atë dietarët thanë qibletus salah al-Kaaba, thanë qibla e namazit është Qabja, wa qibletu dua as-sama, tha qibla e lutjeve është qielli i lart. I ngrejmë durët përpjet, ngritja e durëve të muslimonit përpjet e ka peshën e vet. Se kur i ngrejmë shuplakat e dorës përpjet, simbolizojmë një gjë shumë të bukur, e cila na tregon se o Zot, na jemi me lutjen tonë në durët e tona, e ti je i madhit, të cilin rahmetin edhe mëshirën tanë e presmi, edhe në te nuk kemi dishim fare. Allahu në Kurani Kerim tha se si lutët Allahu, si e lutë shinqerët zbriti një ajet jo të gjatë, tha innehum kanu yusari'una fil khairat, tha ishin ato generata e par edhe qertë për para si pejgamber të Allahu xhelle xhelalu, tha shpejtojshin ka e mira. Kanu yusari'una fil khairat, tha shpejtojshin ka e mira. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, tha edhe na lutshin në dy mënyra. I drejtojshin lutjet tona në dy mënyra. Mënyra e parë tha raghaban, kishin dëshirë që Allahu t'ja u fal një, t'ja u jap xhennetin dy. Tha dita rahaba, tha lutshin Allahun edhe në lutjet e tyre i shoqëron të friga në Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu. Pra kishin dëshirë edhe frikë. Lutja më e bukur, duajat më të bukur që ja dërgojmë Allahu xhelle xhelaluhu janë ato që i kemi të përzira me dëshirë të madhe të flak për pranim, edhe i kemi të përzira me frikë të Allahut se ndoshta s'po na pranon. Kërkesat tona janë që Allahu me këtë kontekst të këtij ajeti që xhennetit na jap na mbron prej xhehenemit. Mirë po, i nderuar i besimtar, ta kesh dëshirë që Allahu xhennetin ta jap, edhe të kesh dëshirë që të mbrohesh prej xhehenemit, këto nuk janë vetëm di thënie me ja thon Allahu xhelle xhelaluhu. Këto nuk i ngjajnë shumë adresës së kovertit, adresës së zarfit që ja vetin ball edhe në shpinë për të arrit letra ku duhet me shku dhe ku shpeçon për më udit nëse duhet me kthi prap. Kjo e lun këtë rol, por rolin kryesor ka çka ka në letër brenda. Allahu xhelle xhelaluhu adresat nuk i duhen. Ai din adresat të gjitha, ati i duhet më rëndësit,
Për atë Rasulullah i thanë hadis, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, fa Allahu nuk ju shiqon juve as në fytyrë, as në shpinë, as në gjoks. Ative adresat e jashtëm fara si interesojnë, walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum, fa ju shiqon juve mrenda çfarë jeni, aja ju shiqon juve punë çfarë i keni. Pra letër mrenda është me rëndësi, teksti i punës, teksti i veprimit, çka ka në faks mrenda është shumë me rëndësi, se ati janë kontratat, ati janë shkrimet, ati janë nënshkrimet, ati janë vulat, ati janë përgjegjësit. I nderuar i xhamat, tha Allahu në Kur'an i Kerim, yed'una rabbahum raghaban wa rahaba, tha kanë dëshirë të afrohen ka ai, edhe kanë në të njëjtën kohë frikë se mos po i largon Allahu xhalla xhelalu nga rahmeti i tij. A dhe kjo mundet a? Kjo jo mundet, po është në mesin e sheshit e lonun me të largu Allahu prej rahmetit. Këtu në botë, në këtë botë ka argumentet kuranore edhe të hadisit se Allahu të largon prej rahmetit vetë. Në ahiret ka argumente kuranore dhe të hadisit se Allahu të harron me qëllim prej rahmetit vetë. E unë kësaj dunjohës për i ceki se edhe gjemoti kanë zonë me pa mo, po të ahiretit për i ceki njo. Në surët Taha, në Kur'an i Kerim, e kemi spjegu shumë herë, Allahu në Kur'an ka thonë, waman a'rada an dhikri, kush largohet prej namazit, kush largohet prej zekatit, kush largohet prej som prej ninimit, kush largohet prej haxhit, kush largohet prej islamit, kush largohet prej kushteve të besimit, fa inna lahu ma'ishatan danka, yani fi hadhihi, ai ka me jetun këtë bot me brenga. Nëse donë me ditë çka do me thonë me jetu me brenga, unë e baj katunar që edhe e morin vesh më njëherë, tërkuzëm në përkom. As njëherë s'ke me qenë i ftilushëm, ma spari fetarisht, e dita komtarisht si tjeta e komtarisht një punë që po thotë se ashtë, tani pastaj ekonomikisht, punë kryesore prej punëve që janë islami edhe muslimone me ta i lidhën është ekonomia, edhe ati kini me marë litarin në përkom. Ta s'keni me i gjithë zgjidhje fare, s'keni me i gjithë zgjidhje, faktikisht ju po veproni asi veprimi që në përmet ati veprimi ekonomisë ju s'keni me i gjithë zgjidhje. Nuk ka e letë halli hoxhës, që shto thojnë do, halli hoxhës në xhami me u përzi në ekonomi me në kalzu neve, se ekonomikisht nësë ndrejtomi, e shka ka qëtër pos, ta keshe një universitet, e një fakultet prej ative fakulteteve tjeti ekonomisë, dalin zonësat sukseshëm, e të kënë notat forta, të bojnë magistrat ekonomisë, të doktorojnë në ekonomi, të punësosh ato edhe u kri. Qka ka qëtërsen? Ka shumë qëtërsen. Kjo është vetëm një element prej elementeve. Ti kesh këto është një element, e 99 janë të pakryer, njëni prej ative 99 kusha, ato ekonomistat të jenë musliman, ato ekonomistat të kenë frikë Allahu xhalla xhelalu, edhe ta dinë se në lapsin i cili shkruan ekonominë, Allahu ka bo be. Ka thonë nun, Allahu alam, wal qalami wama yasturun, po baj be në lapsin edhe majën e ati me të cilën shkruhen fleta dhe faqe dhe vija. Ka bo be. Tha në Kur'an i Kerim, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Tha hani, edhe pini, ekonomia është haje pije, ekonomia është standard, ekonomia është pasuri e cila fitohet prej pakut e përpjet. Kjo do thot definicioni i ekonomisë, rritja e pasurisë, fillimi prej poshtë të përpjet, me kusht që standardit të shoqëron si pas pasurisë, të shoqëron standardit si pas asaj që i ke. Fa Allahu hani edhe pini, mos derdhni të epër. Innehu la yuhibbu al-musrifin. Tha ato që derdhin të epër nuk i du, ato që derdhin të epër ekonominë nuk e din, ato nuk meritojnë me qenë zanësat ekonomisë, ato s'meritojnë me odhejt shtetin. Ata që majnë një mledhje, ata ministrat që majnë një mledhje dhe binë 2 vendime apo 20 vendime i binë në të, edhe rinë mledhje në 10 minuta apo rinë 1 orë, po hanë një darkë mas mledhjes e cila ju kushton ative një vich 200 kg apo 300 kg para se ta kri një pun, para se ajo pun të realizot, para se ato vendimet i bin një $30,000 apo 30,000 marka, har një vich ato trash edhe mendojnë se i dulen hakit popullit që udheqin
Këto nuk meritojnë me qenë në ekonomi. Këto s'meritojnë me qenë as në politik. Këto s'meritojnë me qenë as në parti. Këto s'meritojnë me qenë as në shoqat. Këto kejt duhet me rëmi vetë vetën para se të rëmin qertë. I nderuar i xhamot, Rasulullah a.s. vlutjet që i bën të aj, pos qerave mas namazit thëjke, Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Tha, o zot thëjke, unë për të lustije, të mje përshmuat disa gjona, e ato gjona ishin këto. As'aluka at-tuqa, tha për të lutije të mje për devotshmërin. Numër 1, ekonomia do të vjen në hadis mrenda. Ekonomia do të vjen në hadis në fundit. Tha, inni as'aluka at-tuqa, për të lutëm devotshmëri, wal huda, edhe me jap udhëzimet e mia prej besim e nën besimi, çka ka gjona që unë t'jemi futëm në shtosin e ative mirë, t'jem sa më afër tije. Ta lipi udhërafimin, o Allah, wal afaf, edhe po du prej tije që të mjepësh ndërgjegje të pastër. Gjona më rëndësi shumë, dhe më në fond tha, wal ghina, edhe pasuri, ja Rabbal Alamin. Pasuri. Pra ekonomisti mund fund qenë ka i radhitur, ekonomia qenë ka mund fund, man fillim, qka ishte i radhitur? Tha, ma ispari frikt Allahu Gjelle Gjelaluhu, mu e malan një gjohë shteti, apo mala familja, mala fshati me rujt një dinar, edhe ai dinar qëti fshatit, ata duhet të rrit të ruj mirë, edhe të rriti mirë, edhe të ngrejnë për pjetë, atë fa problemi që i malan muë, a i shkon për pjetë pra. Kush e ban këta? Këta e ban ai ekonomisti i cili s'ban pa ta. Allahu t'i beson, i lip Allahu udhërëfim, i lip nërgjegje të pasë ndaj emanetit që ju kalon, edhe i ngrejnë dur thot, o zot pasuri shtoje. Shtoje. Pra qenë ka me pas ekonomista dhe fakultet bëll, jo, paska edhe kuptime tjera, paska elemente tjera që s'po bajkën pa ta. Qka po thojmë na kur e mbjelli marën, prej derseve që i kanë kalu me neve, kur pe mbjelli marën, qka po thojmë? Ne thamë kështu, një ditë prej ditave në këtë kursi thamë, njoni prej neve, shumë shpejt e kemi thonë këta, njoni prej neve mbjell nishni kësa kur? I kur 13, ashe vërtet, elbi kur 20, kështu thamë, elbi kur 20, edhe i kur 620 misër, kështu thamë. E kujna ekonomia kjo? E kuj ekonomia është kjo që ti mbjell një kokër i merë 13? E kuj një ekonomia është ajo që ti mbjell një kokër i merë 7 kalinka në 100 koka, 700 koka? Dë thëtë sa Allahu Gjelle Gjelalu i cili në mësoj, mjellë një kokë, unë ti baj 7 kalzin pranë verë, kanë 100 koka, 700 koka, ose ta baj një kalirë të ministrit me 700 koka, a i qka deshti me në thonë neve me këta? Veç qerave deshti ta tregoj se unë jam ai i cili jam i interesuar për me ishtu gjonat për pet, ama ju po punoni për me izvoglu. Ju po punoni për me izvoglu. Unë po javriti, ju po izvogloni. Ku po izvogloni? Tha, innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, ka thë, la tubadhir tabdhira. Mos harxho tepër. Mos harxho sa s'ka nevojë. Tha, innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Tha, ato që hargjojnë tepër e kanë shejtonin vlla. Allahu në Kur'an tha, ata që hargjojnë tepër e kanë dreqin vlla. Kush janë këto që hargjojnë tepër? Këto që hargjojnë tepër janë ata të cilët e hargjojnë për 1 dinar 2. Ata që ati ku duhet 1 dinar me hargjojnë 2. Këto janë vllazërit e shejtonit. Islami për bazat ekonomike vuri një regull. I tha, i dajti gjëra në 3 pjesë. Tha, haxhijat, nevojat. Ditave çka ju tha? Tha, kemalijat, tha, plotësimet, edhe e treta tha, mubadhirat, tha, masrafët. Kështu i dajti Islami gjonat sa i përket ndërtimit dhe zhvillimit ekonomik në shoqërinë e tij. Haxhijat, tha, nevojat. Nëse i keni plotësu pra, jeni mirë. Tha, kemalijat, në vend se 1 lam 2, në vend se 2 lama 3, në vend se 1 luster 4, në përdhoma në vend se 1 perë dhe veç për dritaren edhe 6 metre për gjomin, janë kemalijet, plotësime. Tha, e tëne pastaj çka vjen? Mastrafët. Marlboro Kent, partner, Marlboro i bar, Marlboro i zi, Marlboro i shkurt, Marlboro i gat, e lën, çka janë këto?
këto janë harxhimet, këto janë mastrafat, këto janë rebelizmi i popujve. Cigari janë rebelizëm. Ani se njerëzit marrën burr me ta, në edhim, ato që kanë shit cigare dhe kanë fabrikat cigareve, ato me paqetën e cigareve e kanë fut tiketin mrena se dohoni ban me veti dhe burnin. E merë vesh, kanë thonë pra, kush se pi dohonin s'merë vesh në burni, qështu kanë thonë, s'merë vesh në burni, a i shka se pi dohonin. Do me thonë, a i shka s'ban mastraf pa lidhje, a i se di burnin. A i shka se helmon vetën se di burnin. A i shka gjeg pare me maqinë se di burnin. Me opalaq gjeg pare. Me i thonë një do maqinë i shpijes, që 5 miliard? Na 5 miliard. Mere opalaq, që shti një vëzarmin, ti qëron të disinit me gjithë të di hund. Ti qëron. A i vetë hiq panal i gjeg. Hiq panal. Veç a i ki me opalaq i gjeg, a i gjeg me mushkni. I gjeg me maqina, i gjeg me mushkni, a i gjeg me buz. Edhe hala ka njerëz që qindrojnë, dojnë me qindru. Ka dhe hoxalar që dojnë me qindru. Ka dhe ulema me emën bile që dojnë me qindru. Për qindrojnë ato që se i ka di paqeta me një gjep, tretin që ti një gjep, katrin e ka qu cullin me ble, a i qindrojnë paqetër me qindru. Qindrojnë po kështu po bojnë muhabet, e ka me vend. Sa duhanxhi i ka Slupçani. Slupçani i ka 2.000 duhanxhi gjithsej. Ka 5 mark Marlboro, i pinë 10.000 mark në dite duhan. Në dite, 30 dit bojnë 300.000 mark në mujt. Se din këto sa që është e vërtit. Unë për ja hekit 100.000 mark në mujt i pinë duhan. A i katuni shka s'ka ven me bleni traktor me qitë bërlokin për traktori, pisokaku, a i katuni që s'ka pare për kanalizimin, a i katuni që s'ka pare për gjamin, a i katuni që s'ka pare për antarësien, a i katuni që s'ka pare për atë qetërën, a i ka pare të ne për qetërsen, ka pare për kamotën, ka pare për sigurimet, ka pare për rishfetin e doktorve, ka pare për rishfetin e operacioneve, për kejt këto, si më s'tikishe për këto, i ki për këto qerët. I ndëruar i gjemot, ajo që i pëndodhë nuk kanë loj, ajo që i pëndodhë 20 milion mark në dite kanë kushtu cigarët në Bosnë në gjatë 4 vitëve të luftës qytetare. 20 milion mark në dite. Gjatë 4 viteve të luftës qytetare në Bosnë, 20 milion mark në dite cigare ka kushtu. Se arriti duhani derin 80 mark një Marlboro. Derin 80 mark një Marlboro. Mësë që dit një heq. Ska nevoj më që dit. Kjo po ven këtu kadal. Këtu po ven. Kadal po ven këtu. Se kanë Beirut 15 vet pin vitin 75, terin vitin 90. $100 një Marlboro. E dini pika u bon $100 një Marlboro në Beirut gjëmatin dershëm. U bon $100 një Marlboro në 76 në Beirut, se do u vrashin a do 700 cigare. Do u vrashin a do bajshin cigare. Do u bashin zengin me duhan, a do hishin gjennet me plum. Do bajshin pasunim me cigare. E tani do janë qardake, s'kan parmok hiq. Ta ras pagilindera janë do. Edhe në atë ras ta i jep të 10 mark se thot së nëri unë e pa duhan. Së nëri pa duhan. E unë shka hina këtu tash në këtë temë, se hina me dal, zati kur s'kam hi kusë ndal, halani mërtem, elhamdulillah. Unë hina me dal, për të bo Allahu lutjen kabul, për t'i bo duajet e tua kabul, një kusht prej kushteve ashtë që ti me qeni pastër. I pastër në zemër, i pastër në mende, i pastër në dorë, i pastër në gojë. E nëse ke erën qka Allahu gjëlle gjelaluhu edhe me lajket e ti i kanë thonë erë e pa dëshirushme e që të o gjallarët qka e pindonin s'kanë mundësi me qindru fare. S'kanë mundësi me qindru fare. Se jo, shka? Unë e di edhe një hoqë shoq qka qindrën edhe në këtë rast, ama është interesantaj. I pin 97 cigare në dite edhe në aksham lijet me misk. A erë me pa pranushme për hunën e njeriut, është era e duhanxhis kur ta përzije me armiski. S'ka mo ati qfar emën me ingjit. S'ka mo qfar emën me ingjit. S'ka mo erë me komplikume edhe me pa dëshirushme. Kusht për me u pranu lutjet është me qeni pastër, e një vend prej pastërtive është me qeni pastër në gojë.
Tha Rasulullah a.s. Laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salah. Tha o zot, o ummeti jem, mës me pas unë frig se Allahu për ja u ban farz, e se ne bani ju ban atëran, kam pas me ju urdhnu dhëmë mila me misvak në si cëllin namaz 5 herë në dite. Po atëherë s'kish duan gjihi që vllavi jam i dashur, atëherë s'kish duan gjihi, po të kis pas duan gjihi në kone pejgamberit, ka pas me ju thonë pra kujin e dujve ja bishtën e teslicës edhe mës ja vëshëto e ek pigoje hiq ngoj ka të shkoni ka një bishtë teslice se duni mu falë më në fund namazit du duni me thonë Allahumma Rabbena taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. U duni me thonë Zot na e pranon prej neve, Allahu e pranon vetëm prej të pastërtit. Ka vakt me fol xhamati shtje, ka renin me fol, unë ban me shujt me thonë xhamati. Po ti ku pe diti që na imi tu lut? Ku pe di që na imi, a na kini të leharë të ingrejt dur të e bodri do, jo, këtë po vim të gjamia, po thot hoxha Allahumme, edhe na po thojmë amin po dalim, a mos na ki patë një herën vetit i neve, e të e mshel në derën, të e mbil lomën, të i fal një dire qatë namaz, e mas ta i notën në tërë, i qumë ka dritarja, ka i behona gje, edhe i kemi ngrejt dur, kemi thonë, Allahumme arham ummete Muhammedin, o zëtë ummetën e Muhammedin ngrite për petë. A mos në ki patë një hera? Jo, po pidohan pjesat mujsh. A mos në ki pati neve dhe një heret të kulturës së lutjeve e sipër të ngrej dur të të thonë o Allah i jem ja Rabbi, po të lutem që i kojshijës tem ti i pësh ma shumë se sa ka. A mos kemi fitu në helbet këtë edukata, a mos kemi thonë në dhe një herë o Allah i jem, si të shkojmë në hirat të ditë në gjennet, inshallah kujshia jem hi para muë e unë masatia Rabbel Alemin. E ta kishe dërt këtë lutja e ka pranu Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Po në cilën lutje e bojmë pra për kujshien, ne e bojmë për kujshien atë lutjen të cilën lutje e shoqërojnë dhëmbë të shtrenguar edhe kërclojnë kapak bile. Këtë lutje e bojmë për kujshien me ja ba Allahu halin. Këto janë cilësit e jahudive i nderuar i musliman, ato bojnë si lutje ne duhet largohemi me rënj prej kësaj problematike se shumë tabiatet huja në kanë himrena, shumë tabiatet huja në kanë himrena. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, lut me Allahun Gjelle Gjelaluhu, ta shoqëron lutjen e juve devotshmëria edhe lut në pazër, lut në pazër, lut në pazhurd fare. Innakum tad'una kariman, innakum tad'una kariman sami'an basira. Ju e lutni atë që shef, atë që nin edhe atë që janë ndershëm edhe bujar. Lutni më sheft Allahun Gjelle Gjelaluhu. Këtu në xhami të ngu dersin lutë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Kur çohet hoxha me hip te minberi i xumos, ai kur ti ngreje durt në fundin e shkallës parë xumos, është një moment prej momenteve më të praft edhe më të holl, më të prekshëm për pranimin e lutjeve. Kur të hunxhet hoxha në shkallë të hutbës, kur ti daje hutbë të dijat, edhe ai rrin një moment shumë të shkurt ulëm, ti që atëherë me zemrën tone, lipe kërkesën tone prej Allahut se pejgamberi tha, mu ai është ai vakti kur lutjet pranohen. Lutë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Shtroj kërkesat e tua. Shtroj kërkesat e tua. Edhe tha, shtroni kërkesat e tua, tha Rasulullah a.s. edhe lipni 3 herë. Lipni 3 herë për një gjo. Tha se kana Rasulullah yad'u 3. Hadith sahih. Tha Rasulullah a.s. i lipte Allahu gjona 3 herë. Për shembull, o Allah, po du pasuri. O Allah, po du pasuri. O Allah, po du pasuri. 3 herë. Jo që Allahu me të parën se mori vesh, po vërtetoj e lutjen tone, konfirmoj e lutjen tone, vërtetoj atë, lipja Allahu Gjelle Gjelalu. Fa innehu la yata'adhamu ala Allahi shay, sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk i vind mdoja. Mështuj o Allah i jonë, ja Rabbi, një dike rakasht për këtë dimën,
Ja Rabbi një di kërra kasht. Demek ti po lutë Allahun xhelle xhelalu, aq sa të ka lopa ti e mundësi me hongër, veç për lopën tone po lutesh apo. Si e në rregull, duhesh të mirësohesh shumë. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azzimu da'wakum", tha rritni lutjet e juve, tha lipni Allahut, sepse ati nuk i bëhet shumë, ti po do këtë se e modhe, ai s'ka të mloja për ata, tha lipi shumë Allahu xhelle xhelalu. A ka mundësi me i lip ati ma shumë se ai sa ka premtu me dhon? S'ka mundësi. Fjalori i robit si përfshin ato xhamatin ndershëm. Tha ara'aytum madha anfaqa mudh khalaqa as-samawati wal ard? A din me ka ke pun? A din ku ja ke drejtu lutjet? Ati që a pati sa dhaj pe atë ditë që ka kriju dunjon të ritash? Fara'aytum madha khalaqa madha anfaqa mudh khalaqa as-samawati wal ard? Prej kure ka kriju dunjon të ritash sa dhaj? A kene në men këta? A kene në men vetëm me një vera i sa ka dhon? A kene me një men vetëm sa a kene men vetëm si vetë sa flutur a bore ka zbrita i poshtë? A din me një vetaj sa pika shiu ka dhonë poshtë? A din aj me një verë sa fije bare dhe bereqeti ka nëzirë prej toke? A din aj sa copa dhe kilogram të arit ashtë nëzirë prej këti dheu edhe s'po kryet? A din aj sa mija miliona ton petroli falin në këtë ruzull toksor? A din aj sa rezje djeli ka zbrit poshtë prej atit kure ka kryu djelin? E ku jetu i lip pra? A ti jetu i lip? Ti mu se konsidera Allahu në të bërë mahala apo me jep një diceva. A i sa është drejtori i vënd në zadnicës. Thuja ti o Allahi jem, ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, nëzërë prej hendekut në të cilin kara, edhe përfshim mua në këtë lutje, ja Rabbel Alemin. Kështu thuj. Po ta lutësh Allahun për tije, është një egoizëm. O Allah mu e që këta, o Allah mu këta, o Allah për të lutë në ti që këta, ja Rabbi, gratë kështu kolla sofrës lutën. Tu i bo ato fa oklogia i kanë dë lutje të hola, pësani për makare i kanë, që sa i kuna të steme, tja kishe morë shpirtin më konë. Mësu abit, mësu lutë Allahun se tha, Allahu lutjen edhe më të poshtrit në këtë dunjoja ka pranu. A shë vërtet? Allahun këtë bot ja ka pranu lutjen edhe më të poshtrit. Kushan këtë bot më i poshtrit që i kryoj Zoti? Prej ative që i kryoj Allahu, shejtone a më i poshtër prej gjithë dhe vëllaznit e ti. Po dhe ati ja pranoj një herë. Tha Rabbi, anzirni ila yaumi yub'athun. Tha po të lus me mlon gjallë terit ditën e kiametit. Dur, shejtoni. Po të lus ta ho, çka ki? Tha lem gjallë deri në fund. Tha innaka min al-munzirin. Tha të lash gjallë deri në fund. Qish me vllavi jam, mësë bënëm, shejtoni i ka lutë Allahut krijesa më në nshmuar, ja ka pranu Allahu xhelle xhelalu, ti ke dishima? Ti po lutesh veç paka? Lutju Allahu xhelle xhelaluhu me shumicë, lipi ati shumë, këbani kërkesat e tua të gjalla, a'zimil mas'ala, kërkesën tonë bane të sinqert, kërkesën tonë bane thellësisht, rënjësoj ata, rënjës ata, kur ta lipësh, kam ngullu ata, edhe kur tha mos thuj asnjëherë o Zot, ama e mu kthitën e me thonë mas janë i sahatit, e po që e lutas me jep. Kështu gjente tonë e kanë merak. Pse njerëzit e tonë së në pritin, ato tashmo të hemen para autobusit së në po pritin, ato më kombin së në pe pritin mu mush, ato më hoxën së në pe pritin kejt nasihatin me bitis, ato më pukollën kur po the rezoni. A keni nuro ka në herën xhami e zoni la ilaha illallah, njoni ja ban, a keni nuro? Janë prezent në për xhamate ka të shkojsh se usas dhe me këmo bitise, se mosën po pritim, se mo u bo ftof, të në vera se mo u bo nëzet, të në dimnit se u bo flat, të në po kemi pun, s'ka me prit, të në prej xhami e dalin njerëzën sokak, e pritin kërkan hiqin, të në tëri në aksham sokak. Këtu kush është mrenda,
Në këtë kush e sel këtë oklogi, këtë bagërdan, kush e sel këta e sel shejtani me oklogin e vet, i cili tha Allahu xhelle xhelalu, lem teri ditën e kiametit, tha ti përzi këtë bagërdanat, mos lo bagërdan pa përzi. Tha Allahu xhelle xhelalu, tha maje që këtë oklogi po ta jap, tha. Hin. Ama ai tha në Kur'anin e Kerim, shiqo tha o ti mallkuar. Tha idhhab fa innaka rajim, fa innaka min al marjumin. Tha i përzonun, i mallkuar prej muë. Kur mon rahmetin të masnihare, po një gjohë për ta baj me dije, se sinqertive s'kej që ka ju ban. Tha illa ibadaka minhumul mukhlasin, të mfalni. Tha të sinqertive s'kej që ka ju ban. Aj merë abdes në zheg, merë abdes në flad, merë abdes në mraz, a i vend të gjamia ullët, nëse hoxha ati e ka para pa 4 orë me fol, a i 4 orë fol, nëse hoxha ati e ka para pa mës me ndal hiq, edhe a i se ndal hiq, a i thot unë jam me tije, a i thot se mi'na e kam dëgju, thot wa ata'na e kam respektu, thot i kam shku mrapa, s'prish pun sa në zet, s'prish pun sa jam fukara, s'prish pun e jam i smut, s'prish pun e jam i varfur, s'prish pun e kalën smena, kejt s'prish pun fare. Tha, e cëla prish pun? Prish pun nëse mundohet shejtani ahiretin me ma mor pidone. Vetëm kjo prish pun. Kjo prish pun. Qerat kejtë s'prishin pun. Kështu ka gjemoti jam inderuar generata e parë. Kësisoj ishin rijalun haula rasul. Burat që rrethonin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ato ishin kësisoj. E për me thonë ato ishin kësisoj, du të me sill një shembull. Njonin me marë prej ative dhe me kallë si kandili me pa generatën e parë, edhe na kadal me mod vetë vetën se insha Allahu Teala një ditë për ditëve dujt e lamës ative edhe nan lamën tonë du të mishtru. Wajaa min aqsal medinati rajulun yas'a. Në surët Yasin erdh prej Medine një qunë si ato qunat që i kemi në këtu në gjami, a gje ka fundi i gjamiës, ato 18 veçart, erdh prej Mekka në Medine në kom, 450 km të hes, në kom, emën e kishte Mus'ab, në kom, yes'a, kale, ja lejte, kaumit të bi'u l-murselin, tha, o populli Medines, këthen ju për nga merit Allahu Gjelle Gjelaluhu mrapa, shkoni ati mrapa, tha, yes'a, erdhën kom. A i keni pa thirësat e muslimanve tash bashkohort? A i keni pa ju shoqin tem? A i keni pa ju tabiatin e hoxh Jakupit? Se kur të ketë nevoja me shku në qetrin fshat, me i spjeguj dikuj një hadis, hitë si ven mare, i thot ati njerit, po, si të vish me mare dhe me mpru. Dash, si të vish me mare dhe me mpru. Mus'ab ibn Umeri ardh prej Mekkës Medinën kom 450 kilometra. Unë po pys në pjesën e këtij ajeti, i cili njeri i 19 veçar ardh prej Mekkës Medinë me mësu njerëzve fen. Po pys pra. Babaja ati edhe nona ati. Faktikisht ato në fakt kishin vdek para se ndodh kjo. Po qetri kish gjallë. Si talon këta e morën Muadhin. E morën qetrin edhe qetrin. Po pys. Qito babalar edhe qito nanalar a kanë pas gjallë këto ajo? Asa desh që ki gjallë i këtive del në trekt qatë blen pak një kaqore edhe qetë nga qpijes edhe tja qelin derën në aksham me prit në sabab me përcel. Unë po pys pra, kush e ka përcel këta prej Mekkës Medine? Me ka udhtu ki? Sigurisht ti ja gjon një shoq, filoni akon me ta, po të pranoj më nërë me filoni. Po të pys një gjon qeter inderuar i gjemati gjumos. Ka pas një grua, e ka pas emnin Ummu Selama, ka qenë prej muhajgjerve në Medinë, Mekka. A ditë që ka dal në hijrat me arë, ka dal me gjithë gjallin e vetë. Edhe burrin e vetë. Dunem me kelit nu dhe i thanë kështu. Teri ku, tha për në Medinë, tha të zotriu. Tha ti tha shkon në Medinë, burrit vetë i thanë. Ti shkon në Medinë me azotriun tem, takoj lirisht pa problem. Kjo gruja thanë e jonja. Edhe ato e heken ata prej kalit, e zbritën poshtë. E tash ti burri po shkon në Medinë në hijrat, gruja po jetë, ki fmija që ba thu ki gjali që i kishë emnin Selama.
Ato e ngranë ata atë shumë sa që janë zërën kraun. Ati cullit, janë zërën kraun. Edhe e nalën. Dit pas dite kjo grua dilte me një kodër prej kodrave të Mekkës më të ulët, edhe kante prej mëngjesit e deri në mramje, pse s'ju dha rasti me shku të Muhammedin Hijrat Medine. Kështu ndodhte. Edhe një dit prej ditve vendosi me ultu. Vendosi me ultu. Edhe ata që e panë se s'ka qare thanoni, doli kjo prej Mekkës xhamatin nderuar veç vet. Edhe kur arritin ati ku është vendi i cili e ka emrin Tenaim, haxhit që janë kon haxhë din se hiramin e umrës te ajo xhami e veshin. Kur arriti me notën ball për ball. 450 kilometra u deshte ti kalon veç vet një grua 73 vjeçare me shkuën hijrat te Islami ku ashtu vadit, ku ashtu u ita gje. Kjo ishte generata e parë. E takoj një burr. Tha ila ejna ja amat Allah. Tha oj tira bresh, oj nane plak ku je nis. Tha jam nis Yathrib. Tha jam nis atje ku ka shku zotriu në hijrat. Tha hip në kali, hip në deve. Hip në deve, edhe zotriu janë ngrej devën 450 kilometra deri në skajin e Medinës, ati ku është xhamia Kuba. Kur arriti ati tha urdhno tash hin qytet se unë po shkojnë Mekke prap. Shko tha, hin tha tash tha, unë po shkojnë Mekke prap. Selamu alejkum, alejkum selam. Asa kushton, asa s'kushton, asa i ban kjo, asa i ban ajo, as kushka, as kushka. Në Mekke ka mësu ki njëri kushka kjo gruja. Inderuar i xhamat, këtë fej që në erdhë që po e spjegojmë në këtu, në këtë din që po e spjegojmë, këta nuk na i sjellën njerëzit këtu neve me tel qiftelije, këta nuk na i sjellën parlamentarët neve këtu, këta nuk na i sjellën neve partitë politika as shoqatat humanitare, këta na i sjellën neve kjo grua këtu në këtë vend. Edhe ki burri që i shërbej një motrës deri në këtë pikë. Kjo ishte generata e parë. Kjo ishte generata e parë. Çka po thojnë tash njerëzit me fjalorin bashkohor? Po thojnë, unë për ta formu një parti politike kam sakrifiku di par kundra. I ka sakrifiku di par kundra, di par këpuc i ka sakrifiku për me formu një parti politike. Asa është turpa, asa është turp kështu të bisedota, asa është turp të thotë sa kam nga una. A i që erdhë 450 kilometra, asë gjë nuk tha. E tani pastaj kush na ka udhëheq neve, është do krenari, edhe është do turp me përmen kush na udhëheq sot. E di që njerëzve ju jet hatri, po ditën e kiametit do t'ju jese hatri pse s'na the. Do të vjen dita, ajo dita nesër. Do të thojnë e pse ti s'na the se ne jemi gabim pra. Ka pas një komandant ushtarak në Humus, e ka udhëheq ushtrinë islame, ka pas emrin Said. Ndokët se një herë moti ju kam spjegu në xhami xhamatit tem për këta. Kjo ka ndodhur në kohën e Omer ibn al-Khattabit radiallahu ta'ala anhu. I shkruan ushtria prej Humusit Sirijës një letër emirit Medine, se komandanti udhëheq si jon kemi disa probleme me ta. E prej problemeve që kemi me ta, pra ai për ditë po del vonë prej shtëpisë vet, një ditë javës po del fare. Hazreti Omeri e korrigjoi këtë gjë, shkruajti një letër edhe e korrigjoi këtë. E pyeti tha, çka ka ushtria jote që janë kohët se ti një ditë javës po del hiç, e për ditë po del vonë prej shtëpie. I shkruajti emiri i Islam, emirit madh një letër. Tha ja emir al-mu'minin, bismillahirrahmanirrahim. Selamun ala men ittaba al-huda. Ja emir al-mu'minin. Tha o i madhi jon. Tha për atë që unë po dal për ditë vonë prej shtëpia është e vërtet. Ushtria jeme ka të drejta mu anku se kam nonën paralizume të shtëpia, e unë për ja shkri punë të kejt asaj edhe teshët për ja laj, edhe dhomën për ja fshi, edhe ushqimin për ja pregaditi, e deri për i kri këto për bëhet pak vonë të ripo dal. Tha një dit një javët që s'po dal, tha ushtria jeme ka të drejtë edhe ati, se edhe kjo është e vërtet që s'po dal. Tha po ushtria jeme po të tregoj se kanë kejt ka dikat tesha, kur po i lajnë një kat, tha po i terin qera, tha edhe po dalin, e tha unë, tha po i kam vetëm një kat tesha, a dit që po i laj, po mbyllën mrena të një terën. Këto në kanë prej neve.
E na para çka kur folmi jemi krenar kur e thojmë atë se ato që na prillin ishin shumë të mëdhaj e po i lipim. Po i lipim. Pa në nëshmu fara asken, po i lipim ato që na udhëheqëm. Hipja është di umerin khutba, me ba khutbën gjumohën si në asëb, që po në vend turp me shkel, për ato shkallë të e ditë se kush hipja që nëllë. Edhe spjegoj ajtë drejtësinë e islamit, njoni prej publikut të thjesht, mu prej publikut të thjesht, i thanë shkallë. Tha la ja amir al muminin, la sam'an wa la ta'an, tha aska dëgjim, aska respekt masodi. Tha pse, tha që bo, qka ndodh? Tha u quaj në kom, në gjami u quaj në kom, se kur kishin da plaçkat prej Persije, a i shtofi, a i komoshe që kishar prej Persije, kishin maru sahabët ka një gjibe, po kish qenë aq sa që tjedhve ju vike të ringu. Tha kështë në gjibja jote të rinë fund kamve. Kështu i tha njoni prej publikut. Tha gjibja jote të rinë fund kamve, tha këshiri tonat. Pjati ish komoshe që e prunën prej lufte. A, tha. Hasë të meri, tha të më falni. Kumja Abdallah, tha gjallit vetë qutha. Që në kom biro? Tha, a është kjo gjibja jote? Shka më lave? Tha, po, baba. A, po, tha. Vazhdojë, tha bisedën pra. Vazhdojë, se po na mendum se e jotja, e na kejt më të shkurta i kimi prej veç ti më të gatë. Tha, na mendum se ashtu. Zati në sen të ndodhë ke kjo, a ditë do të mirë të fund. Jo, tha, kejt duhet me i pas njajt. Kejt duhet me i pas njajt. Por jo me shoshru pa besimi atë i kejt njajt. Të gjithë duhet me qenë të njajt. Të gjithë duhet me ingrejt durt. Të gjithë duhet me ulut për qetrin. Të gjithë duhet me interesu për atë qetrin. Ku i ka e vlave jonë halët atje? Edhe të vdesin një herë për gjithmonë i dete mykta, se na jemi shqiptar edhe kërkan që tërkan se njofim. Jo, na jemi musliman shqiptar, të gjithë muslimanët në botë i njofim. Allahun Kur'an tha innamal mu'minuna ikhwa. Të gjithë muslimanët janë vllazër. Yas'ali dhimmatihim adnahum. Ma i vogli prej ative e bitis punën më të madhe. Për këta po e sjellë argumentin e fundit të dersit sotit, se transmetohet nga Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se një grua e zez e pa pasfshin xhamien në Medinë. Ka thonë transmetuesi s'po e di, a një grua ka, a një burr ka, po njoni e fshike xhamien në kohën e pejgamberit. Disa dita mungoj. Fshin si xhamies, mungoj disa dita. Tha Rasulullah alaihi salatu wasalam, e qubo me ate që e fshin të xhamien. I than, ka vdekja Rasulullah. Tha ka vdekje kemi vorros. Tha afala akhbartumuni. Tha ju asëm ka udhëzuar mu pse ka dekaja. Than jo ja Rasulullah. E tash pra për fund dersit sotit, pse si kishin kallëzuar ato pejgamberit alayhi salatu wasalam se diç ai që e fshin të xhamien. Se kishin thonë sahabët, shtim mos ta angazhojmë pejgamberin edhe për këtë njerin që e fshin ke xhamien. Dhe me ke kanë zvoglu shënin e ati. Tha Rasulullah alayhi salatu wasalam, dalluni ala qabriha. Tha kallëzomna ke ka vorrin. I kallëzun për vorrin e asaj gruës që e fshin të xhamien, edhe shkoj ai vetë te vorrat, unal para vorrit asaj, ja fali xhenazën tuk, on ajo në tuk, edhe tha, inna fi hadhihi al-qubur dhulma. Than këto vorra, tha ka ersir të metit tem, fa inna Allahe munawwiruha lahum bi salati. Tha Allahu gjelle gjelaluhu me namazin tem, javdan ative vorrat drit. Do të thotë se ki xhamien e fshike, po kja ka nakoni ma, kje pas ka bo punën më të madhe, ja pas ka pregadit terenin muslimanve pastër mu fal, a një kusht prej kushteve është namazin mu fal vend pastër. Fa uridat alejje hasanatu ummeti, hatta l'kadhate yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Tha mi kanë kallëzu natën e mirajit se vapat e umetit tem, edhe kranën e netlës kush e hek pijamije, edhe se vapin e ati e pash. Tha thumma uridat alejje sejjiatu ummeti, fama raitu adhama dhembin min rajulin uti e ajetan fanasjeha. Nuk pash gjuna mat madh se një burr apo një grue e din të një ajet Kuranit për menç edhe e kish harru.
e kish lanë mas shpine. E din të sistemin islam sa është jamël, e kish zavendësu me qëra sisteme. E din të edukatën islam sa është parimore, ish zavendësu me edukata qera. E din të tabijatën e muslimonit, se atë muslimonin ku ishi, atë duhet me dash ma tepër, e donë të atë qetrin shka se ka ku ishi edhe se ka në fe, atë e ban të shoq. I dim të këto kejt, edhe haron të Allahun me gjitha ajetet e titha, wa kadhalika al-yawma tunsa, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Kështu ti patëm qua ajetet, i harrove. Wa kadhalika al-yawma tunsa, sot po të harrojmë ne me qëllim. O Allahi jon, mos na harro prej rahmetit tan asnjëherë. Po të lutemi nivelin më të sinqert të lutjeve tona, edhe po i bojmë të modestshme, ama të jemi të sinqert me zemër, ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ta bësh merhamet o Zot. Sidomos këtë ditë në veçanti, ta ngritesh atë edhe ta përgatitesh për pritjen e mysafirit më të madh i cili e ka në këtë Islam emrin Ramazan, agjërimin e muajit të shenjtë edhe të madh, edhe më në fund edhe ata edhe ta bish me bereqet inshallah, edhe gjithë neve të na ndihmojsh ta krijim ti që ke dëshirë, edhe më në fund ta pranojsh atë ti që din me pranu, të na i rritësh edhe të na jepësh ditën e kiametit, ti shohim na atë hajrin, ne jemi rob të tu. Pre asaj dorë nuk hekim fare, ne kemi vu kombën fort ja Rabbel Alamin mbi fen tonë dhe kemi kapat me dorën e gjathë tonën, pra ndihmona që dora e gjathë e jonja fen tonë të aman shtrengum sa ka ajo mundësi. Lillahi l-Fatiha.